Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kolegë, është një moment I veçantë për mua të jem mes jush në kuadër të ditës botërore të kancerit, jo vetëm si ministër e shëndetësisë, por dhe si mjeke e mazhërisë onkologjike. Për shumë vite, si dhe ju, kam qenë pranë pacientëve në momentet më të vështira të jetës së tyre, por në një raste edhe në momentet më të bukura të jetës së tyre, kur ato kanë fituar betejën. Janë pikërisht këto momente që na japin energjinë për të ecur përpara me përkushtim, dedikim e këmbgulje për të avancuar hap pas hapi në mënyrë që së bashku të realizojmë transformimin që Shqipëria ka shumë nevojë në fushën e onkologjisë. Kanceri është një sfidë e përbashkët e gjithë shoqërisë dhe si I tillë kërkon një qasje multidimensionale, por edhe mirë të koordinuar. Po punojmë për ngritjen e një ekosistemi që përfshin disa element thelbësor. Së pari, depistimi e parandalimi. Një shembull I mirë këtu është kanceri I qafës së mitrës, kur këtë vit kemi zgjeruar fashën e depistimit nga 40 deri në 50 vjeç në 35 deri në 55 vjeç. Gjithashtu kemi filluar vaksinimi kundër HPV për vajzat dhe djemt. Së dyti, krijimi I Institutit Kombëtar të Onkologjisë dhe I Rrjetit Kombëtar të Kancerit. Kjo do sjelli disa risi. Ngritjen e një instituti kërkimor shkencor sipas modeleve europiane gjatë këtyre muajve, jo më larg se dje në Instituto Nazionali Tumore të Milanos, kam takuar mjek shqiptar të rinj që punojnë në institucione europiane të ekselencës dhe kanë dëshirën e madhe për të kontribuar në këtë reformë historike. Mandje, disa prej tyre janë bërë pjesë e grupeve të ndryshme të punës dhe kanë filluar të punojnë së bashku me mjekët shumë të mirë që kemi në Shqipëri. Po punojmë të tërë intensivisht për të çuar përpara këtë projekt shumë të rëndësishëm. Për fat të mirë, aseti ynë kryesor është kapitali njerëzor. Rrjeti kombëtar I kancerit do të mundsoj ofrimin e shërbimit onkologjik afër pacientit, me të njëjtat protokolle trajtimi si në Tiranë, nëpërmjet një modeli hub and spoke. Së treti, plotësimi mungesave të banave onkologjike dhe zgjerimi I listës së banave të rimbursueshme, nëpërmjet një procesi transparent e rigoroz në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, kemi arritur të ekonomizojmë koston e barnave, përfshi dhe ato të rimbursueshme. Kjo na mundson zgjerimin e listës së barnave të rimbursueshme mbi të gjitha ato onkologjike, por duke ruajtur cilësinë e barnave, shumë e rëndësishme. Përmirësimin e kapaciteteve të trajtimit me radioterapi, kjo ka qenë një problematikë e vazhdueshme e shërbimit onkologjik, fal një bashkëpunimi të shkëlqyer me Agjencinë Atomike, me qendrën në Vjenë, ku isha javën e kaluar. Shumë shpejt do të kemi 3 akselerator linear funksional dhe sigurisht po punojmë të sjellim aparatin e ri modern të brakiterapisë sa më shpejt. Dua të përfundoj duke falendëruar të gjithë ata që kanë punuar intensivisht natë e ditë për të vendosur në jetë të reformë të rëndësishme në fushën e onkologjisë. Forca lëvizëse e reformave thelbësore është puna në skuadër, me një fokus të qartë, pacienti në qendër. Ju falenderoj.